Përse macet ju presin të dera kur shkoni në shtëpi? E vërteta do ju befasoj. Macet dihet se janë kafshë shtëpiake të pavarura dhe kjo nuk do të thotë se ato nuk tregojnë dashuri ose kujdes për pronarët e tyre. Macet ndryshojnë nga qenë pasi ato kanë zemër më të ftohtë, por kanë edhe mënyrat e tyre për të treguar dashuri. Nëse keni mace në shtëpi, me siguri e dini se ato ju presin gjithmonë të dera kur shkoni në shtëpi. Kjo ndonjëherë është e çuditshme, mirë, po ka arsye pse macet janë në gjendje që të presin dikë kur shkon në shtëpi. Ato mund t'ju dëgjojnë dhe mund t'ju presin të dera. Një arsye tjetër është se ato e dinë rutinën tuaj dhe kjo i bën ato që t'ju ketë kuptuar edhe gjithçka që bëni. Ato mund të duan dashurinë tuaj dhe gjithashtu mund t'i keni munguar dhe ju presin tek dera. Një arsye tjetër është sepse janë të urritura dhe kanë nevojë që të ushqehen. Të gjitha këto janë arsyet sipas Brightside pse macja juaj vazhdimisht ju pret te dera.